Atëherë sot në podcastin ton nuk do të jemi më Ju Flet Kombinati. Këtu jemi sot Ju Flet Dibra, Ju Flet Komuniteti Dibran, Ju Flet Bashkësia Dibrane, arti, detaizmi Dibran, perfeksionizmi Dibran, kultura e një komuniteti e cila është që herët pjesë e kryeqytetit, ku të gjithë ne bëjmë pjesë, me gjithë ndjeshmëritë tona, me gjithë origjinalitetin e gjithë njerëzve që kanë ardhur dhe kanë bërë atë që sot është Tirana e Madhe. Unë kam shumë kënaqësi që jeni me mua sot në një podcast i cili është konceptuar që t'i japë një ndjesi sa më reale të vërtetës, të thënit troç, të një realiteti konkret, ku jetojmë, ku bashkëveprojmë, ku ndërveprojmë, ku jemi gjithë bashkë dhe gjithë ndikojmë tek njëri tjetri, edhe pse në princip është një podcast i cili lidhet me detyrën time si drejtues politik në njësinë numër 6, por meqense ne jemi në një fushatë elektorale që është në nivel qarku, ne jemi shumë të dëshiruar të dimë edhe më shumë për qarkun. Mos keni merak, nuk është një podcast që të jetë i prirur nga fanfara politike apo nga pompa partijake, nuk e kemi këtë gjë. E vetmja mënyrë se si ne mund të arrijmë më shumë dhe më shpejt dhe më mirë ke njerëzit është që të jemi real, të jemi të vërtetë dhe të jemi kritik me realitetin. Unë kam shumë dëshirë që të rrisim stekën gjithmonë, ndoshta edhe sepse jam Dibran si ju, edhe ne jemi gjithmonë të pakënaqur me atë që na rrethon edhe duam gjithmonë ta bëjmë atë më mirë. Ju I keni mësuar kryeqytetasve, po themi Dibranit kanë mësuar kryeqytetasve shumë nga ndërtimi, nga arkitektura, themi nga pjesa edhe materiale, por edhe pjesa e një qyteti në kuptimin fizik, kurse pastaj bashkë kemi shkëmbyer kultura, tradita e tjerë, edhe po ama ne kemi me krenari që jemi Dibran. Kështu që unë kam sot kënaqësinë të kem këtu me ne zonjën Suzana Varvarica, që është artiste, figurë spikatur e komunitetit artistik, po edhe aty Dibran, që unë kam të shënuar 24 karat Dibrane, ndërsa zoti Sajmir Shatku, që është kryetari I ri I shoqatës Bashkësia Dibrane, unë kam shënuar tu që gjithsesi ke një shartim me Tiranës. Por je përfaqësuesi në shoqatë. Dhe thelbi diskutohet që na lidhesh edhe identiteti Dibran në kryeqytet dhe bashkëtesa që e përmendëm dhe kontributin në qytet dhe më gjerë. Kështu që e fillojmë nga ju, zonja Varvarica, si ta ndjeni ju me sa më shumë ngjyra, siç jeni dhe artiste. Sparit falenderoj që më ta dhe mua hapësirën tuaj të komunikojmë bashkë, lirshëm, pas një dorashk sistemi ne, për treguar ato gjëra që ne kemi vazhdimisht të përsëritura në veten tonë, por që edhe I trashëgojmë nga prindët. Unë jam rrit në një lagje që vërtet ishte lagje e Dibranëve, po ja ajo lagja tradicionale, por është rrugica Shabani Egeni, ku ishin disa familje Dibrane dhe shpesher ndiheshim si thuaç nga mënyra se si mamat tona lyenin muret e bardhë dhe vinin një bordur, o jeshile, o blu, o kafe, në përgjithësi ishte ajo kafja, çokolata, atë kishin qef Dibranët më shumë. Dhe natyrisht ne si fëmijë shikonim se çfarë do bënë Dibranët e tjerë në krahun tjetër, sepse ishin ballë për ballë. Dhe them drejtën kemi pas për ballë familjen Lubonja dhe familjen Gonxha. Tani unë nuk e di çfarë lidhje ke tamam me këtë familje të Gonxhave tek kjo rrugicë që unë flas, por besoj që duhet jenë të afërmit tuaj. Dhe ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme që kur nënat tona mbasi kishin mbaruar gjithë punët në atë kohë, mblidheshin në oborin e një familje, kushdo ishte, e Gonxhave, e Shatkut, e Pilkuve ose Barbaricave aty afër, kushdo qoftë me fjalë, dhe shijonin atë kafen dhe krijonin atmosferën e një dibre të madhe të vogël në lagjet që ne jetonim. Kështu që unë jam rrit me këtë lloj ndjesie, me këtë lloj kulture, dhe si thuash me të gjitha zakonet që kishte ajo dibra e madhe dhe I solli në dibrën e vogël. Ishte një nga rrugicat më të pastra të Tiranës asaj kohe, sepse funksiononte dhe flamuri I pastërtisë, nëse e mbani mend në atë kryqin e kuq, e binin atje dhe vendosnin në shtëpinë më të pastër.
Dhe natyrisht në këtë zonë ajo nuk vendosi te shtëpia më e pastër, por vendosi te rrugica, pra te rrugica Shabani Egeni, sepse kishte edhe emrin e një Dibrani në fundit. Kështu që them të drejtën. Për të marrë stafetën unë këtu, për flamurin, se më pëlqeu shumë ke flamurit, po gjithë familja kuptohet Egeni e lidhur se ne jemi kushëri me ta, edhe Gonxhet i ke krejtësisht ne atje, ne kemi qenë nga rruga tek një rrugicë tjetër, po themi këtej, por edhe të afërmit tan kanë qenë ke rrugica Shabani Egeni, kështu që ai fiste dhe ajo familja është, kështu që më bëhet qefi, po kjo e çokoladës dhe kjo e flamurit ishte që unë nuk e dija këtë, edhe që ka shumë e bukur si. To janë vërtet, janë, si thua, një kujtesë, si mua më ri vazhdimisht në mendje dhe them, pse nuk i bëjnë dhe një herë ashtu këto rrugicat, pavarësisht ato nuk bëhen më, sepse vjen një gjenerat tjetër, ka kërkesa tjera kulturore për t'i bërë, por që kanë qenë gjëra që ne na kanë rritur me një skrupulozitet për ta parë tjetrin si vetja dhe për të qenë në këtë bashkësi gjithmonë bashk dhe për të mos e larguar tjetrin, për ta bërë tjetrin njeriu tënd. Kështu që jam krenare që jam Dibrane, e them me 100% dhe jam, si thua, e nderuar që jam rrit në atë rrugicë, po them, me ato lloj njerëzish dhe që sot tek kësaj dite unë përsëri bashkëpunoj në shoqatën Bashkia Dibrane me Sajmirin edhe me shumë personalitete të tjera dhe kjo më bën që të ndihem vërtet mirë që komuniteti jonë ekziston akoma dhe që do ekzistojë edhe tek fëmijët tanë. Unë aty kam pasur shtëpinë e gjyshit, natyrisht edhe familja ime si më thënë, mami dhe babi, po themi, është konceptuar si familje në shtëpinë e gjyshit në fillim, pastaj ata janë transferuar me njëherë sepse babai duke qenë se ishte mjeku ushtarak ka lëvizur nëpër Shqipëri. Nuk kam pasur fatin të kem fëmijërinë time në atë rrugizë në ato obor me man të shtëpisë së gjyshit, por sa herë që ka qenë mundësia që të vinim, dhe ka qenë rrallë, se atëherë edhe lëvizje rrallë, për mua sidomos, motrat e mia kanë shijuar më shumë. Ka qenë një, nuk e di, një idil në kuptimin qytetar shumë interesant si zonë, edhe kush ka jetuar dhe ka pasur fëmijërinë aty natyrisht ka qenë i lumtur dhe me fat. Unë pasaj u shkëputa sepse që 15 ditë kam qenë në Gjirokastër me babain të transferuar, ku kam kaluar fëmijërinë deri në 13 vjeç dhe pastaj jam kthyer në Tiranë. Nuk e jetova shumë gjyshin nga babai. Edhe fëmijët që nuk i jetojnë gjyshrit nuk diskutohet, që kanë humbur diçka nga kënaqësia, por që lagja dhe gjithë nami i mirë i lagjes është siç e përshkruat ju dhe ju falenderoj që ma risollët tërësisht në Zoti Shatku. Siç e thatë Suzana, po e theksua dhe ju, kënaqësia e veçantë ka qenë të qëndruarit me gjyshet tona apo me nanat tona, siç e thonim neve. Unë kam patur fatin të qëndroj me gjyshen time, me të cilën përfitova shumë materiale, shumë informacione, ku për hir të vërtetës prindit e mi pra nuk e kishin këtë informacion, pra qëndrimi me to më bëri që edhe sot e kësaj dite, pra në këtë moshë jam, të jem pjesë e komunitetit Dibrane në Tiranë, e shoqatës Bashkia Dibrane, po edhe për të ridimensionuar dhe rikthyer ato kujtimet e para 110 vjetësh të ardhjes të Dibranëve në Tiranë. Komuniteti Dibrane në Tiranë ndahet në 4 etapa kryesore. Etapa e parë fillon me pavarësinë e Shqipërisë, pra në vitin 1912 deri në vitin 1920, pra në këtë periudhë kemi ardhjen e komunitetit Dibrane nga territori i Dibrës së Madhe dhe vendosjen e tyre në Tiranë. Kryesisht ato janë të vendosur në ato që njihet ndryshe si lagja apo mahalla e Dibranëve, njësia numër 3 administrative. Më pas janë vendosur në njësi numër 8 më poshtë, në zona jonë, pra ku jemi ke rruga Qemal Stafa, e cila është njohur ndryshe si rruga e Dajtit në vitet 20-30, pastaj rruga Gala Soçani, pra në saj periudhave të etapave historike, edhe më pas rruga Qemal Stafa, më pas është rrugica e Dibranëve, ku janë familjet tona, kuptohet, është familja Pilku në hyrje, janë familjet Gonxhe, më pas është Dervishi, familja jon Shatku, juve që keni qenë, Varvarica, mjaft familje të tjera të cilat kanë pasur Jegeni patjetër, edhe Vesiu janë. Vesiu, po të cilët e kemi dhe ato kushuri, por karakteristika këtyre nënave tona, të cilat kishin si parim që para se të erësohej dildin aty në pjesën e shtëpisë dhe komunikonin me njëra tjetrën dhe pyetin për shembull si është
voci filanit, si është djali filanit, si është vajza e filanit. Pra ato nuk kishin në dimensionin e tyre kulturor, me atë formim që kishin pra përgojimin, thashëthemin, por ato ndjenin një farë kënaqësie kur djali i dikujt, pra i një familje apo një kushëriri, kishte avancuar, pra ishte integruar, ishte zhvilluar më tej. Kjo ishte etapa e parë. Etapa e dytë është viteve 1920 deri në vitin 44, ëh. Kemi krijimin e shtetit shqiptar pas Kongresit të Lushnjës. Kuptohet që komuniteti Dibran vjen në Tiranë, ridimensionon pra kulturën, informacionin që kishte atë traditë të mirë të qytetërimit, të pastërtisë, të mbajtjes pastër të shtëpive, po edhe kulturën juridike, administrative, të cilët e kishte të trashëguar më parë. Kështu që në këtë periudhë neve trashëgojmë mjaft figura patriotike. Më le të përmend Sami Gonxhen, ndjes pas gjyshi juaj, i cili për të vërtetës trashëgojmë një dokumentacion të plot, jo vetëm në shoqat, por edhe në historikun e zhvillimit të Tiranës. Kuptohet Sami Gonxhe, kultura e tij si mësues, si edukator, po edhe si njëri që ishte pra teolog, pati fatin e madh të kontribuojë shumë, duke qenë se ka qenë kryetari i parë i klubit Bashkimi, pra të kontribuojë për çështjen kombëtare. Më pas kuptohet që familja është element shumë i rëndësishëm i jetës së njerëzit. Kështu që të gjitha familja Dibrane mblidheshin bashkë, komunikonin, pra përçonin të lloj mesazhi. Në librin që un kam lexuar, që është për nga pra babai juaj, doktor Agim Gonxhe, përmendet drejt për drejt figura e Samiut, po edhe bashortes së tij, pra ajo një grua e nderuar, Adivia, me një familje shumë e njohur e Cameve, dhe Agimi thotë që neve trashëgonin pra Porona deri në Selanik, po nuk e di nëse do t'i marrim në njëherë ato. Kuptohet pra. I kemi akoma me letra, po ligji i luftës na pengon, sepse atëherë s'ka pas kufi dhe investimet ishin. Edhe nga mamaja ime i kanë, po. Pra Selaniku ka qenë pika e dytë e referimit që kanë patur komuniteti Dibran, pra krahas Tiranës. Bilespornat tona, një pjesë atje kemi në vendin ku mendohet se ka lindur Aleksandri i Madh në Pella, edhe në disa prej zonave që, si më thënë, thënë, ku janë toka, ka toka na shumë. bëjnë edhe të bëhemi pak edhe kështu si bashkautor të vendlindjes, po themi sikur kemi një pjesë dhe ne në, po kështu ka qenë Ballkani, pa kufi, me karavane, me investitorë që bridhnin dhe blinin gjithandej. Po Dibran ka qenë shumë lidhur me Dibran Selanikun. ka qenë të lidhur shumë me Selanikun. Këtu në këtë kohë kemi disa figura shumë dhe personalitetet të cilët kanë dhënë dhe kanë marrë me njëri tjetrin. Pra, duke qenë se raporti i tyre me prejardhjen, pra ishte shumë i ngushtë, ato ruajtën edhe këtë ndikim pra kulturor, ekonomik, deri në farë mënyrë dhe të aktivitetit tregtar. Kështu që ne përmendim familjen Rusi, një familje shumë e njohur, me mjaft personalitete, me 3-4 personalitete të tyre. Kuptohet ka qenë familja Egeni, familja Pustina, edhe me dëshmorë dhe me njerëz, me karaktere shumë të forta dhe të periudhës para dhe gjatë luftës edhe pas me luftës. Figura, me personalitete. Mund përmend për shembull Ibe Palikuqin, një figurë mjaft, meqense se sot jemi edhe me 5 majin, dhe një nderim dhe një respekt për ato çka ato kanë dhënë. Apo Nexhata Golli, Qemala Golli, pra figura të cilët i dhanë jo vetëm Dibrës dhe Mbar, pra traditave tona, por i kanë dhënë shumë dhe shqiptarisë. Kjo është etapa e dytë. Etapa e tretë është nga 44 deri në vitet 90. Kuptohet që roli i shoqatës si institucion zbehet disi edhe për shkak të periudhës kohore, por ridimensionohet shumë lidhjet që kishte të kuptohet që ato kishin dhe raporte themi njerëzore, shpirtërore, po kishin një integrim disi më të madh, pra që nga ardha në 13-ën. Dhe etapa e tretë, e katërt në fakt historike është periudha nga viti 1990 dhe në vazhdim, ku gjithë këto figura përsëri rikthehen, kuptohet që unë do t'i përmend shkurtimisht dhe drejtuesit e kësaj shoqate që kanë qenë nga themelimi i saj me 26 dhjetor të vitit 92, është profesori i nderuar Hiçmet Gonxhe. Pra nga viti 92 deri në 94, nga viti 94 deri në 96 është regjizori, skenaristi, përkthyesi i njohur Gzim Erebara. Nga viti 96 deri në vitin 2006 për një periudhë të gjatë kohore dhe mbasi periudha që janë bërë një sër aktivitetesh dhe veprimtarish është mësuesi i nderuar profesor Feti Borova, profesor i nderuar i basketbollit. Pastaj nga viti 2006 deri në vitin 2010 janë disa personalitetet të tjera, është Mira Pirdeni, Bujar Kapeqiu,
Dhe pas ti, pra, kam ardhur si Janë pafund, profesues i emrat, komunitetit. personazhet, Po, protagonistët Po, janë e protagonistë komunitetit Dibran në jetën e vendit janë me thënë drejtën është shumë edhe nuk e di, nganjëherë shumë pak trashëgimtar si ne jo se nuk e njohin, po ndoshta nuk e as nuk është se vlerësojnë, po nuk jemi shumë të vetëdijshëm për rëndësinë që ka pasur kjo prurje për gjithë kulturën edhe zhvillimin e kryeqytetit, që në fakt domethënë do thonë zhvillimi i vendit, sepse kryeqyteti ka zhvilluar gjithë vendin pastaj. Interesante. Vazhdo janë ndërtimet që pikërisht bëhen nga ky komunitet dhe fillojnë ndërtimet, un kam pas fatin që të lexoj shënimet që kam bajt Simon Rota, edhe kam bërë dhe librin e tij si monografi artistike, dhe në shënimet e tij ai shkruan me një respekt të jashtëzakonshëm për Dibranën, sepse thotë që Shkodra në 1905-ën u shkatrua nga një tërmet i madh dhe ishin punëtorët e shkëlqyer, muratorët e shkëlqyer Dibran të Dibrës Madhe që erdhën dhe u sistemuan në qytetin e Shkodrës dhe filluan të bënin rindërtimin. Dhe ky rindërtim i Shkodrës nuk mbetet më thjesht, pra ky profil, ky zanat i Dibranëve nuk ngelet vetëm në Shkodër, por dhe me ardhjen në Tiranë ata filluan të ndërtojnë të gjitha projektet arkitektonike që i sillnin familjet e pasurat të Dibrës, të Gjirokastrës, të Përmetit, që u vendosën në Tiranë në vitet 1920 dhe filluan ndërtojnë vilat. Pra, në thonjza industria e ndërtimit drejtohej nga Dibrani. Ka qenë dhe sidomos rruga e bukur e Qemal Stafa, që ne e dim të gjithë, pra të shkollës kuqe, të gjitha ato vilat që janë njëra përballë tjetrës, majtas dhe djathtas, janë të ndërtuar nga murator Dibran, pra nga mjeshtra Dibran, do të thotë, jo thjesht vetëm murator. Kështu që edhe në këtë fushë Dibranët kanë bërë edhe ministritë e asaj kohe janë ndërtuar, kanë pas murator Dibran, përveç se domethënë e kishin drejtimin nga inxhinierët italian, por ndërtimet janë bërë prej tyre. Dhe kjo është një kënaqësi e jashtëzakonshme kur e thua sot me fjalë këtë. Nuk është pak, domethënë. Pra, vetëm pjesë, po edhe nga ata që kanë ndërtuar praktikisht kanë dhe një kontribut me strukturën e gjithë kryeqytetit. Po, siç e tha edhe Suzana, për të shmangur atë diversitetin kulturor, apo dimensionin e një zone disi më me ritme ekonomike krahasuar me një zonë tjetër e cila është më pak e zhvilluar. Pra, komuniteti Dibran u vendos kryesisht në një lagje të re ku erdhi, të pritur kryesisht nga kryetari i parë i Bashkisë të Tiranës, Zyber Hallulli, dhe nga mjaft personalitetet të kohës, ato vendosën për gati një muaj në zonën e Namazjas, që është rruga Elbasanit. Më pas, ato filluan të integroheshin në zonën kur ne themi që është ajo një ndryshe si njësia numër 3 e Tiranës, e njohur me emrin si lagja Abdullah Bey e Tiranës. Ky ka qenë një personalitet i cili ka qenë lëmosh dhënës në këtë ambient dhe prandaj është njohur si i tillë. Por për hir të vërtetës Dibranët i kanë bler pra pronët e tyre. Kanë patur mundësi ekonomike t'i blejnë, pra kanë marrë tapin, pra kanë dhënë shkëmbime financiare dhe kanë marrë tapin nga ana tjetër. Kështu që në këto kushte ato u vendosën në një zonë të re që një ndryshe, pra lagja Abdullah Bey dhe Ali Bey. Këtu ishin këto themi vilat e para që u ndërtuan në vitet 30, 31, 33. Në përgjithësi flitet që zona këtej e qytetit ka qenë e pajetueshme, e pabanueshme, kuptimin ka qenë gati si në formë kënete. Edhe pastaj janë bërë pastaj liçene artificiale të tjera më vonë që kanë bërë që ta po themi të rrisnin atë pjesën e bonitetit të tokës. Dhe mendoj që prapë në zgjuarsinë Dibrane diçka ka pasur që e kanë nuhatur mirë, që zona më lart është edhe më mbajtëse, edhe toka është më e mirë, edhe nuk ka qenë me lagështirën që ka pasur ultësira këtej e kryeqytetit, edhe vështirësia që ka pasur edhe për të bërë themele, gjëra me ujë, me zona që kanë qenë kënetore, zona që kullonte ujë dhe ata nuk kanë qenë krahasisht atje domosdoshmë, sepse kanë ditur shumë mirë se si. Pikërisht. Prandaj duhet dalë që janë dy komponentë, Dibranët si ndërtues, si artizan vetë, pra që kanë vendosur dorën e tyre mbi ndërtime, po dhe si përfaqësues të këtyre pra pasurive të këtyre ndërtesave në këtë zonë të urbanizuar. Kështu që të dy komponentë janë shumë për të vlerësuar në këtë periudhë. Unë po e bëj të lirë bisedën sepse ne ishim tek rënjët, etapat, si erdhëm,
si e kemi përjetuar Komitetin Dibran dhe ata na kanë përjetuar ne, po themi, po e tham që pas kemi ardhur në majtë të gishtave duke paguar, edhe gjyshime ka paguar atëherë me sterlina, floriria, nuk e di si quheshin sepse kanë pas marrë Napoleona pagë. Flori, Napoleona Ose Flori. gjela i thonin Ose ndryshe. gjela. Dhe ai ka pasur një rrok të mirë në cilësinë e arsimtarit. Edhe kështu e di dhe unë që kanë marrë, domethënë atë skicën e lejes së shtëpisë së tyre me plan, jo në rrëmuj, jo po themi tani jo në informalitet, po që edhe kjo është një vlerë për respektimin e vendit ku troket që të vish bëhesh pjesë. Dhe ju folit për shoqatën Bashkësia Dibrane dhe pastaj unë them që më mirë e mbajmë të lirë, kështu që ju mund të flisni vetë një nga një në kuptimin. Po Dibranët ashtu kanë qenë me fjalë, të gjithë kishin tapit e tyre. Dhe kjo është e vërtet, çdo gjë e kanë bërë me rregull. Nuk kanë pas kur atë nxitimin për ta marrë diçka dhe pastaj për t'u bërë sebe për sherre, për grindje, në asnjë mënyrë. Unë mbaj mend një gjë, unë kam pas dy vëllezër të cilët kanë ndru jetë, por mbaj mend shumë mirë kur babai ju thoshte se sa respekt duhet kemi për tiranësit që i gjetën në ato kohë. Pra, ne familje Dibrane erdhën tek familje Tiranës edhe kanë pas një marrëdhënie të shkëlqyer. Pra tiranësit me Dibranët sa arritën dhe të jipnin dhe të merrnin dhe në përmartesat e tyre. Por mbaj më një gjë shumë të rëndësishme që babai ju ka thënë dy vëllezër, kur të zihen, thoshte djemtë rrugës dhe shikoni që keni të bëni me Tiranas ose me një vendali tjetër, gjithmonë të rrini në krah Tiranësve, sepse ata na i hapën dyert fillimisht. Pra, fillimisht kur erdhën, i hapën dyert, pastaj filluan dhe me procedura blen tokën e tyre, sepse Tiranësit dihet që kanë pas shtëpia prej balte, të gjithë e dim, të vogla, por me shumë tokë. Atëherë u detyruan Dibranët kanë bler tokën dhe kanë filluar të ndërtojnë në atë pjesë. Këtë e them që të tregoj që Dibranët ishin shumë të rregullt. Nuk mundeshin kurse si ata të hynin dhe të grabisnin, ose të vinin me forcën e armës, ose domethënë e kishin para dhe atë para e vunë në shërbim të... Edhe në jetesën, në bashkëjetesën, me siguri kanë qenë lagje të sigurta. Më thonë, nuk e di tani a është emri i duhur, po më thonë që këto shtëpi që kanë pasur kapegjik, që kanë pasur një derë të pasme, ne kemi pasur një të tillë, tregonte një lloj miqësie edhe më të madhe, një lloj sigurie që nga rruga kryesore ka qenë dera kryesore, kurse nga mbrapa, nga rruga Qore ose nga rruga, po themi, servitudi që ka lënë që lidh shtëpinë, ishin to kapegjikët edhe shtëpi më shtëpi në mënyrë që të komunikojë gjatë ditës më kollaj, edhe besoj që kanë qenë edhe treguesi se sa mirë kanë shkuar me tiranësit dhe pra kishin kapegjik edhe me shtëpinë e fqinjve Tiranës, edhe po ndërkohë ju thoni që filluan dhe martesat. Tani këtu kemi edhe një nga ato gjëra që ne nuk e kemi shumë të qartë punën e namit të vjerave Dibrane. Mua më duket se gjithsesi vjera Dibrane ka qenë e rëndë, ka qenë e ashpër, ka qenë nuk e di se sa janë pranuar. Thuhet një gjë shumë e bukur që merr tek Dibranët, po mos çoke Dibranët. Në kuptimin që mos e çon vajzën ke Dibranët. Se do jetë e ashpër vjera. Kurse merr se e ketë garantuar ushqimin, pastërtinë, rritjen e fëmijëve, edukimin e tyre, respektin ndaj burrit, domethënë e kishin atë, domethënë jo në shtrimin, por respektin për bashkëshortin i cili natyrisht duhet të dilte jashtë dyerve të shtëpisë, duhet të punonte fuqishëm që ta ndërtonte shtëpinë nga ana ekonomike, por natyrisht edhe nga ana kulturore. Kështu që këto kanë qenë disa zakone që dhe sot po t'i përmendim, po t'i themi, po t'i zbatojnë do jenë shumë ka qenë produktive edhe vetë vjerat në përgjithësi një lloj kërkese edhe për këtë që po thoni ju, po edhe si më thënë që nuset duhet ishin të një standardi shumë të fortë pune, aktiviteti, kalueshmërisë. E kishin marrë edukatën në familjen të nëna Dibrane, vajza Dibrane, dhe kur të shkonte atje ajo ishte e gatshme që të përballonte çdo vështirësi. Se unë për shkakun kam dy motra, më të mëdha se unë, që njëra ka qenë nuse në një shtëpi pra me bashortin Dibran, me vjerë Dibrane, dhe edhe pse ne Dibran e ka vujt goxha vjerën Dibrane, kurse tjetra ka qenë me vjerë nga Tirana, tironse, që ka qenë shumë e butë, shumë e ëmbël, shumë më ndryshe, po themi, motra më e vogël. Po jeti për të madhen, bali për të voglën, edhe gjithsesi ato kanë qenë, kuptohet, kanë ardhur edhe me tjetër lloj vuajtje dhe sakrifice edhe nga ana anës, nga për shembull nga mamaja, gjyshi më përpara shkuan nga Struga në Kukës, ndaluan atje u stacionuan ca kohë, fillon lufta,
dhe pastaj vinë zbresin poshtë me restorante atje për ushtrinë italiane e tjerë. Paka shumë si më vonë NATO në Kosovë, edhe pastaj kanë ardhur këtu po me restorante, kuzhinier, me aktivitet private. Në Tiranë kanë jetuar shumë më varfër se çfarë kanë jetuar në Strug dhe në Kukës. Është e vërtet. Dhe nuk e di tani, po te Dibra e Madhe thon, unë nuk e kam shumë qartë situatën sot si është, po thonë që pa i marrë asgjë tiranësve dhe pa i si më thënë, pa i rritur vlerat Dibranëve vetëm mënyrë sepse jemi artificiale, Dibran, po. por thonë që Dibra e Madhe ka qenë një lloj djepi kulture dhe qytetërimi shumë i rëndësishëm. Tjetër është edhe një kongres i Dibrës Madhe, ku janë mbledhur përpara se të bëhen kongreset po themi të pavarësisë në 12-ën, edhe atje janë bërë kongrese ku natyrisht familje Dibrane kanë dhënë kontributin e tyre që kjo Shqipëri të bëhej, pra mëmbëtësia e vendit tonë të fitohej. Dhe ardhja e tyre këtu ka qenë e lidhur dhe më thonë, paktën nga sa kanë folur me motrat dhe me familjen, që ka pasur një diskriminim ekonomik, social në Jugosllavinë, përpara Jugosllavisë, po themi, në atë kohë që ata e ndjenin veten të rrezikuar dhe fillon një val ardhjesh për të ardhur, se unë nuk e di pse duhet vinin në Tiranën, që po themi mund të ishte më afër detit, por nuk ka qenë aq e zhvilluar sa çka qenë Dibra e Madhe. Pra pse kanë Kjo është e zbritur? vërtet. Dibra e Madhe njihet ndryshe si një qytet piktoresk, këtë e thojnë Tukiditi, studiues të huaj për vlerat, për traditat. Është një qytet tipik shqiptar, Heridoti, Esidoti, pra historian, të cilët flasin drejt për vlerat që kishte Dibra. Dibra, siç e tha Zuzana, vendi i kongreseve, i kuvendeve para shpalljes së pavarësisë, po dhe ngjarjeve të rëndësishme pra historike kombëtare, ndikoi që të krijojë një frym, pra të krijojë një element shumë pozitiv që ky mesazh më pas të transferohej në Tiranë. Pse u gjet Tirana? Tirana ishte si pozitë gjeografike, themi, dhe më pranë Dibrës. Sot ne në Dibrë shkojmë për rreth 70 kilometra, që është më pak se pra Ato rrugë kanë për Dibranët, që po bëhet tani. Po, me karvane. Prandaj është sa që e rëndësishme rruga për Dibranët edhe për Tiranën. Kështu që domethënë gjithmonë ka qenë historikisht lidhje gjeostrategjike, po edhe transporti ka qenë më i mundshëm nga Tirana, sepse ato mund të zgjidhen, siç e thatë ju, pra Selanikun, e vende të tjera të cilët ishin edhe kuptohet më të zhvilluara. Si duket ka qenë një ndikim edhe i fatit që Tirana të ketë këtë lloj komuniteti, që të ketë një zhvillim themi shumë dimensional atë që ka sot për të vërtetës. Po si dhe sot që vinë, po themi shqiptarët e Kosovës, vinë bujnë këtu për detin, për këtë dhe unë kam shumë miq Kosovë që i kam thënë po mirë, ju pëlqen kur vjen, mos sikur tjetë, sikur na i bëni ato taksat ose hotelet me miliona, ne do vim prap aty. Flas për miqtë e mi që kanë në Kosovë. Kështu është dhe kjo, domethënë, i tërheq Tirana si epiqendra e gjithë Shqipërisë, me një fjalë, e gjithë shqiptarëve, po them, në këtë arsye. Kështu që kjo tregon edhe për ndjenjën kombëtare që kanë pas Dibranët, me një fjalë. Edhe shumë kanë ikë edhe në Turqi, kjo dihet, nuk është se duhet ta eliminojmë dhe mos e themi. Por familjet e mëdha, do thosha, ose familjet e elitës së Dibrës Madhe, u shkëputën dhe erdhën në Tiranë për arsye edhe të luftës me serbët në fillim të shekullit, por edhe më pas, për shembull unë kam një daj timin që ai erdhi kur ishte çlirimi, pra ishte vendos çlirimi në vitet 50. Edhe erdhi përsëri dhe u bashkua me motrat dhe me vllajën e vet këtu në Tiranë, kaloi lumi drinin me fjalë me sakrificat më dha dhe u kthye dhe erdhi po në Tiranë. Ai mund të kishte ikë në një vend tjetër, por si duket Tirana është Shqipëria. Në këtë koncept dua ta përcaktoj, dhe prandaj ata erdhën në Tiranë, erdhën në Shqipëri pa dhe nuk ndetën në. Po brenda ka pas edhe një humbje në kuptimin që ata se nuk është e lehtë të lësh një vend shumë të zhvilluar edhe të vish në një vend që ka qenë për të zhvilluar, siç ka qenë atëherë Tirana, paktën fotot e para e tregojnë që ka qenë pothuajse diçka shumë Kjo ndodhi kryesisht direkt mbas pushtimit. Pra kufizuar, pra ka qenë diçka mes dy lumejve dhe një lagje, po themi, po një gjë shumë e kufizuar dhe me thënë drejtën pastaj si duket, nuk e di, ndoshta instinkti, siç thoni dhe ju. Ato lanë kombëtare ka bërë ose ndoshta pozicioni edhe pasuritë natyrore, pasuritë vetjake, pra i lanë dhe për të ardhur për bërë diçka tjetër. Se kuptojmë Tiranën sot gjithë do vinim në Tiranë, po atëherë ka qenë goxha e fortë si lëvizje, edhe mendo sa orë, karvane,
e tjerë, ndërkohë që pasi duket trazirat e Ballkanit, mua më kanë folur shumë për diskriminimin e bërë në ato troje, her pas here, diskriminim ekonomik, përjashtim nga administrata, nga të drejta, nga prona, e tjerë, dhe si duket ata e kanë ndjerë në kohë që do ishin më të sigurt në. Kjo që thoni është kryesisht e vërtetë, sepse ne i referohemi edhe studiuesve, historianëve, siç ka qenë Kristaq Prifti, një historian ekselent të drejtimit, i cili e drit mbi Dibrën dhe ngjarjet historike të kësaj periudhe, Kristof Rashëri, tek libri që ka bërë Historia e Dibrës, po dhe Akis Tërmilli, Dibra në prag të historisë, i cili thotë që masakrat ishin të jashtëzakonshme, saqë gjaku i shqiptarëve dibran mbrinte deri në gjunjët e kafshëve. Kështu që ato lanë gjithçka pra për të ardhur dhe për të ridimensionuar jetën e tyre. Jo më kot, neve me rastin e 110 vjetorit të ardhes së dibrave në Tiranë, kemi bërë për par vjet një aktivitet për cilën ke patur ftesë, po ke qenë mjaft i angazhuar edhe domethënë është një memorial historik. Jeni shumë aktive dhe jeni aq të detajuar dhe aq të sahabitesh, pastaj një moment caktuar vjen edhe muzika e një himni, pastaj vjen disku i një, ku diun, albumi, domethënë janë jashtëzakonshëm, edhe se di, jeta sot ka ndryshuar dhe fatkeqësisht disa prej gjërave më të bukura të jetës janë këto kujtime, edhe ky moment, si me thënë, kur ti jeton si komunitet, shpesh humbin, edhe nuk duhet i humbim. Me thënë drejtën, duhet bërë më shumë për këtë pjesë, për të pasur edhe një kujtim muzeal, edhe sot ka inovacion, ka teknologji, ka mënyra të reja për ta kujtuar historinë dhe për ta përshkruar historinë. Unë uroj që do kemi mundësi të bëjmë më shumë në këtë drejtim. Edhe si komunitet ju, po në kuptimin ju si shoqat, po nuk e di, ne ndoshta duhet bëjmë më shumë për të aderuar në të shoqata, për të ndihmuar, për të pasur një fije, antarësimi, një. Kjo është përse vërtet, sepse ne kemi lënë pak mbasdore krahasuar me shoqatat e tjera. Ato kota që duhet të ketë shoqata, sepse shpesh nuk i vlerësojmë për rëndësinë që kanë ato, që dhe një gjë e bërë në mënyrë organike nga një shoqat nuk krahasohet asnjëherë me një gjë e bërë në mënyrë mekanike nga shteti ose nga. Patjetër, ajo ngjitet më shumë sepse përçon një mesazh tjetër. Prandaj ne bëm këtë që quhet memorial historik, pra obelisku i ardhes së Dibrave në Tiranë. Pra për t'i kujtuar të tjerëve që është një shprehje gjermane që më lejo ta përmend, që thotë të rinë ndërtoje, po të vjetrën kujtoje. Kështu që neve kujtojmë një mesazh të kaluarës, pra jo se do të rikthehemi historinë. Edhe çfarë e kaluar, çfarë emrash, vetëm kur i përmendni, fillon domethënë dhe imagjinon se çfarë rëndësie ka pasur komunitet, çfarë emrash kudo në çdo fushë, në çdo sektor. Edhe nuk diskutohet që nuk është rastësi që janë, si duket ka pasur shumë palc si themi kohezion kulturor dhe përqendrim pigment kulturor si komunitet. Ne e lam Dibrën pra në 13-ën, siç thotë Kristof Rashëri, me 35.000 banor, pra erdhën në Tiranë dhe sot ato pra janë në Tiranë dhe në Shqipëri gati 280.000, që është një shumë mjaft e konsiderueshme. Pra edhe një aftësi për të zgjeruar dhe për të edhe integruar, sepse po ti shohësh në përgjithësi ka shumë emra që i kemi gjetë si drejtor, si kryetar, i kemi gjetë si inxhinier, si mjek, si artist, do të thënë ndihesh gjithmonë i kënaqur kur të tingëllon një mbiemër Dibran, se thua është Dibran edhe e thu me krenari me një fjalë. Jo për ta eliminuar, po themi, vendet e tjera, jo, po gjithsekush tërheq edhe pak nga familja e vet. Kështu që vërtet që jemi krenar, ndershëm, solidar, në përgjithësi këto janë tiparet kryesore që i dallojnë. Jemi krenar si shoqat kur zbulojmë emra të rinj që japin kontribut në të gjitha fushat, ose krijojnë atë mundësinë për të rritur intelektualisht, qoftë edhe si punëtor të thjeshtë, por që janë të ndershëm atje ku punojnë. Janë të shtruar, edhe mund t'i krahasosh ndoshta më mirë nga të gjithë me gjirokastritët në kuptimin e asaj pjesës së shtruar, të menduar, janë edhe ironik shpesh, janë me disa po themi shtresa. Ironia nuk kalon deri në sarkazm. Po. Gjithmonë ka një humor në herë edhe thumbus, por që e kanë me një prapavendim pozitiv, edhe në përgjithësi kanë batuta shumë të forta, kanë në kuadër të kësaj ironie, domethënë humoristike. Edhe shprehje shumë të bukura. Fanoli ka bërë në vitin 1926 ka bërë disa themi poema tipike për disa themi qytete
të Shqipërisë. Ndërto ka bërë dhe për Dibranët, edhe më lejo që ta citoj të them, thotë për Dibranët, njerëz të zgjuar me lezet, që i gjejmë në çdo anë, që din të bëjnë muhabet, ato janë mjeshtrit Dibran. Pra ai me këtë themi përmbledhje ka përmbledh disa karakteristika, themi ai ishte edhe përdoruesi i aliteracionit kryesisht, edhe i ka përmbledhur këto momente në Po tulish në Oda Dibranet, burra tregojnë, se gratë se tregojnë dot këtë, po unë sa kam dëgjuar me fjalë, duhet të jenë shumë të vëmendshëm, sepse ai që shulu në qendër, me fjalë, ai është, si thua, buri më i zgjuar ose më intelektuali, edhe që do filloj t'i thumboj në mënyrë pozitive të gjithë me radhë, duhet t'i kesh veshët shumë të hapur mirë dhe mendjen ta kesh efektive, me fjalë që të dish se çfarë duhet t'i përgjigjesh. Edhe vëllezrit më tregonin kur shkonin në dipër të madhe, me fjalë edhe që uleshin këto oda dhe burrave, pavarësisht se ishin të veshur me kostume, kështu ato vazhdojnë e kanë atë traditën të shkëlqyer, edhe kujtoj mamin që i thosh keni kujdes, se mund të thumbojnë me ndonjë gjë, po duhet jeni shumë të sigurt kur të përgjigjeni, ose vini zinxhir Edhe mos gojës. bini letë, domethënë atë Ose gratë me vini atë. zinxhir gojës në qoftë se s'dini të thoni Edhe gjë. romuzin e kanë shumë të fortë, edhe kanë ashtu është. Ndonjëherë kur nuk e ke mendjen mund të vënden loj, edhe mund të dalësh edhe keq nga një tavolinë. Sidomos pastaj kur je politikanë, kështu që edhe në qendër të një lloji vëmendje tjetër, ata të testojnë shumë fort. Nuk kam qenë për pak kohë atje me disa angazhime politike dhe me thënë drejtën janë shumë të vështirë në këtë pjesë, domethënë që nuk e pranojnë supremacinë ose prepotencën e askujt që ty shkoj atje, edhe të thumbojnë edhe të analizojnë se si flet, se si je në tryezë me ta. Ndonjëherë dhe dialekti është i vështirë, se nuk i kap dot. Ai dialekti duket sigurisht një lloj arti për të maskuar atë që duan thonë. Edhe po e kanë shumë të natyrshme atë pjesë, ndoshta pastaj edhe distancat, mënyra se si është sjellë në përgjithësi pushteti pastaj me këto zona në vite, i kanë bërë që ata të jenë mosbesues, dyshues. Normal, vështirësi kanë pas, as diskutohen. Unë ju, se kjo bëj një tregim që sikur jemi relaksuar gjithë, na ka shku tensioni më poshtë se 8:12, pra kemi kapur atë tensionin si themi më të këshilluar për shëndetin sot, nga që është relaksues vetë tema, relaksues është tema e komunitetit Dibran, edhe unë jam i prirur që t'ju pyes, por ndërkohë s'kam se si t'ju ngacmoj nga fakti që biseda është shumë e qetë, kështu që nëse keni diçka duhet ma thoni vetë, sepse unë nuk është se kam një problem me komunitetin Dibran, nuk e gjej dot një problem tillë, nuk janë kudo, edhe në zonën më të vështirë të Tiranës, që është njësia 6, janë nga më bashkëpunuesit, janë shumë solidarë, janë shumë përgjegjshëm, janë shumë ndihmës, janë shumë të angazhuar, janë disponibël, janë kudo kur ka një projekt urban, se e vëre në zona të ndryshme që del si element, janë aty për t'i dhënë zgjidhje, edhe tani nuk po bëj fushat për veten, jam në un pak Dibran, kuptimin që jam familje Dibrane, po unë jam më pak Dibran se sa që jeni ju, se ju shoh që e njihni shumë thellë historinë e Dibrës. Unë duhet shkoj më shpesh, duhet ta vizitoj. Ne elaborojmë kurse ti e ke të inkorporuar dhe ke në të ndoshta tek unë brenda, po ka më shumë komunitete, kështu që të gjithë duhet i ketë. Ndoshta në këtë fazë do të tërhiqem ne më shumë me aktivitetet. Po duhet bëj më shumë në këtë pjesë, duhet ta njoh më shumë edhe familjen time, edhe rrinjtë e mia, edhe të kaluarën e komunitetit. Të që familja Gonxhe ka materiale antikuare të konsiderueshme, domethënë përsëri përgjithëhemi historisë, sepse na ndihmon neve që të ecim përpara. Sami Gonxhe, trashëgimtarët e kësaj familje, me marshin dhe Elmis Dibrane, me botimet, me shokët e tyre të ngushtë, me Akis Tërmilli, me Akis Sharofin, Tafa Golli. Ky ishte marshi Djelmëris Dibrane. Marshi Djelmëris Dibrane. Pse quhej marshi? Pra ishte një lloj hymni, një lloj jehone, e cila triumfoi me betejën e Lanlurës, pra ku po deportonin forcat slave, pra për të pushtuar pjesën veri lindore të Shqipërisë. Ai thur lavde, pra lur o drini gjatë, plaku i malësisë, a do me adhan Dibrën Shqipërisë? Jo, kjo nuk durohet. Pra kjo gjë është e pa, unë dhe mund të lexoj, kam tekstin. Pra është një jehon, është një motiv, një thirrje
Për Po, gjithë na shqiptarët, e lexon nëse nuk është shumë e gjatë. patjetër, jo, nuk është e gjatë. Ne e kemi përgatitur edhe në formën e një disku, të cilin e kemi ndarë për komunitetin Tibran në Tiranë, e kemi bërë dhuratë. Unë kam dhe foto të hershme këtu, domethënë rishën e dytë është Avni Rustemi së bashku me Sami Gonxhen, sepse ndoshta Avni Rustemi ka qenë shok i ngushtë me Sami Gonxhen, pjesëtar i grupit të bashkimi dhe ka qenë dënuar pra Sami Gonxhen me dënim me vdekje. Po ka pasur një dënim që pastaj në fund fare ka pas një falje, ka kujtuar deri në fund që do shkonte në tokën e pushkatimit dhe në fund e kanë falur në para tokës pushkatimit. Po, kjo është. Ndoshta ka të si taktike mbretit atëre dhe ose edhe në një informacion i pozitiv që ka ardhur. Jemi kurioz për aty hymnin e dielmërisë. Po, unë tekstin e kam edhe titulli i bukur shumë. Edhe me pentagram. Edhe me pentagram. Pentagram që ka krijuar vetë. Marshi i Dielmërisë Dibrane. Autori i tekstit, mësuesi i popullit Haki Sharofi, muzika Sami Gonxha. Drin o lumi gjatë, plaku i mërsis, a kemi alan dibrën Serbis? Kur nuk durohet kjo robni, dibra e Mojsiut a Shqipëri. Pasa ka refrenin, themi e pastaj qohu buri qohu, gjithë me besa bes, për dibrën të luftojnë me të madhen shpres. Lur o vëndi nalt, vëndi të rimnis, aty u bën fjalët besë liris. Dibra do shpëtue, vëndi kastriotit. Dibra lirue si ka qenë motit, qohu bur qohu. Pra ka dy refrenë. Shumë bukur, shumë bukur. Me thënë drejtën, unë tani mua vjen dhe zorë se edhe nga natyra ndoshta kjo lidhet prapë me dibrën që ne jemi shumë të vetë rezervuar në përgjithësi, edhe diçka ka këtu në natyrën tonë që duam ta themi, por duam ta themi me një me një thjeshtësi e cila na jep dhe më shumë pikë ndonjëherë, ndoshta. Por unë duhet të jem, si me thënë, i kujdesshëm në këtë pikë që nuk do doja të bija gjoksit vetë mbi gjyshin tim apo mbi të gjithë, sepse dua që njerëzit ta kuptojnë që kjo nuk është thjesht sepse më qëllon mua fati që vi nga një familje që ka kaq theks Dibran dhe patriotik, por bëhet qefi që e nxore vetë dhe the vetë dhe e lexove vetë, po që ideja është që nuk është kjo, si me thënë, në kuptimin direkt në ndim vetëm të blendit, po duam që të theksojmë sa të rëndësishme janë rënjët, sa të rëndësishme janë traditat, sa të rëndësishme janë historitë e familjeve tona, kur ato... Sa të rëndësishme janë dhe faktet kur ekzistojnë si fakte, nuk ka të bëjë thjesht vetëm me familjen tuaj, ka të bëjë me gjithë komunitetin tonë, dhe unë mendoj që është një respekt shumë i madh që kanë ekzistuar dhe ne sot i dim, edhe i themi. Edhe s'kemi pse, gjithmonë i kemi thënë me qetësi, se vërtet komuniteti Dibran nuk ka bërtitur. Asnjëherë. Gjithmonë ka qenë i tërhequr. Dhe këtë shpeshherë kur e pyesja dhe babain ose mamain, thosha, përse domethënë jemi pak më të tërhequr se sa. Më thoshte mamaja, më bi kemi nga një vend që është vendi jon atje. Ky është duket sikur s'është joni. Joni është, thoshte, po. Janë më me këmbë në tokë ato, ne na duket sikur krahët i kemi andej dhe këmbët i kemi këtej. Kështu që kjo na ka bërë më të qetë, më të tërhequr, si thua, më të respektueshëm, ti dëgjojmë tjerët më përpara, ose të na i thonë të tjerët ato gjëra që ne mund t'i kemi si të mira dhe si të këqija, sepse çdo komunitet ka edhe po për mua vlera që këto janë vlera shumë të rëndësishme sot në një Shqipëri e cila është ende e turbulluar, është ende shpesh edhe agresive ndonjëherë, ka shumë si themi, në bashkëtesën tonë ka shumë komunitete që ndonjëherë kanë fërkim me vendin, mes njerëzve, dhe kjo ka treguar gjithë tranzicioni jon traumatike, ka vërtetuar të gjë që sa e rëndësishme ka qenë që të kemi qenë më të matur me pasurinë kombëtare, me qytetet, me territorin, me mjedisin, me ambientin. Do kishim shumë nevojë të kishim një qasje të tillë. Unë jam i lumtur që ne Dibranët paktën për sa vërtetohet dhe me fakte e kemi. Edhe duke qenë një pjesë e rëndësishme e realitetit vendas, mendoj që do jemi me siguri një pikë referimi pozitive në vijim. Kështu që ta përdorim të për sa më mirë dhe ta vëmë të shërbim të një vendi më të mirë, të një kryeqyteti më të mirë, të një Shqipërie më të mirë, dhe Dibranët tu kanë një rol kryesor. Kështu që na falin gjithë për këtë që ne po flasim sot në mënyrë, po themi, pak më të veçuar për Dibranët, po është e rëndësishme ta theksojmë se janë një realitet i rëndësishëm për kryeqytetin.
Ka diçka që edhe vetë struktura, për shembull sot që flasim në Këshillit të Evropës, përbëhet nga komunitetet, pra nga komunitetet grupet të caktuara, po edhe nga komunitetet lokale. Kështu që edhe ne jemi pjesë, a thua si kur jemi çik parentse e kësaj në këtë lloj drejtimi. Si që në shtetet federale, apo landet, Pikërisht, apo landet, vend të po, zhvilluara po, në mes të po. Europës që gjithsesi respektojnë shumë edhe Zvicra, të gjitha respektojnë shumë Traditat, territorin, zakonet, po. traditat dhe gjithë përkatësinë Në këtë prizëm ne kemi kulturore. avancuar, për shembull, kur flasim për pjesën e traditave të normave, të zakoneve, që thamë, ato respekti me të shikuarit, me të sjellurit, me të vepruarit, domethënë to i kemi të trashëguara për shembull nga kanuni i Skënderbeut apo nga kanuni i Dibrës, që sot e kësaj dite është i ribotuar. Ai përbëhet nga 3 elemente për shembull që është mikpritja, besa dhe ndershmëria, të cilat ne si komunitet për rit vërtetës, pra i kemi, i demonstrojmë. Kuptohet që ka dhe përjashtime, si çdo themi bashkësia apo komunitet apo individ, por ne i trashëgojmë këto dhe mundohemi që t'ia përcjellim brez pas brezi dhe trashëgimtarëve tanë. Kështu që në këtë lloj drejtimi apo çështja e lobimit, e mbështetjes, Komisioni i Venecias në 2004 krijon një ligj veçantë për lobimin. Ne si komunitet jo për të krenuar, po e kemi të natyrshme lobimin, e kemi të njerëzishme, sepse e tillë ka qenë rrugtimi shpirtëror, njerëzor, vuajtjet dhe bashkëtesa me njëri tjetrin. Është pjekuri, eksperiencë pjekuri dhe shumë mençuri që vjen nga ato zona dhe që për fat mirë kuptohet që ne jemi natyrisht ne do jemi shumë shpejt qytetar europian, edhe mënyra më e mirë për të qenë qytetar europian është që jemi radhë parë një qytetar që respektojmë komunitetet, që respektojmë të gjitha grupet e interesave në kuptimin edhe të zonave dhe të gjithë trashëgimisë son kulturore dhe jetësore. Unë jam shumë i lumtur që ju pata juve këtu, sepse ky që një nga podcastet më relaksues, më qetë, më shlodhës, po themi. Edhe do dua nga ky podcast unë dal me endje për të mësuar shumë tepër për rrënjtë e mia. Shumë faleminderit. Ja, dhe për ne ishte kënaqësi, aq më tepër që tani edhe në këtë rrugtim ku të urojmë shumë suksesa dhe besoj që të dalësh faqebardh. Do kemi, ndjejmë shumë mbështetje dhe unë falenderoj. Ju jeni nga ata që më dhat një mbështetje me këtë bisedë që bëm sot, që është e një forme, e një finese që Dibranët din t'japin, kështu që ju falenderoj shumë për këtë. Suksese edhe në fushat. Faleminderit.